i Musait dhe Hidrit. Musai ishte i dërguar i Zotit dhe Hidri ishte një njeri i mirë që Allah i kishte dhënë dije të mëdha Zoti i Madhërisëm. Edhe shkoi në një qytet, po aty s'ju japin as bukë me hongër, as kur nisan. Edhe çfarë ndodh aty? Hidri ja u drejton muret aty. Edhe i thot Musa i thot, si ja u drejton ti muret këtyne, këta s'na dhan bukë me hongër, as s'u kujdesen për ne as pak. Tha ti tash po ja u drejton edhe muret këtyne. Buzëqeshi Hidri se Allah i kishte dhënë dije edhe kishte qenë urtar i madh. Tha këtu tha ka qenë është një pasuri e disa jetimve, e u i drejtova muret që ata ku të rriten me egzuat pasuri sepse wa kana abuhu salihan, përmendet në Kur'an surën Kehf. Thot dhe baba i tyne ishte njeri i mirë. Pra baba i tyne ka njeri i mirë, Allah e ka çuar një njeri të mirë Hidrin, mi ja u drejtu muret që aty në mos mi u zhduk pasuri, ata ku të rriten me egzu këtë pasuri. Shikoni sa interesante është kjo pra. Shumë interesante pra. Baba i tyne ka njeri i mirë, pra ka ndru jetë baba i tyne, ka kaluar. Mirë po i ka lënë djemtë vet, e djemve vet ja u ka lënë një pasuni. E shëja pasuni ka kon të utret, ka kon të hupa e pasuri, dhe çka ndodh aty? Ndodha e me mira pra që ata e ruajnë, pra e çon Zoti Hidrin mja u drejtua ata kur rriten e gëzojnë atë pasuni. Pra u kanë abuhu salihan. Pra baba u ka një njeri mirë. Pra te ke pas babën besimtare njeri të mirë që ka dhënë ton jetën e vet me durët e vet ose nanën, e shaja mirësi ka më shfaq të ti si e vlad. Pra, sepse shaja që ka e bojnë prëndet tu në këtë dunjo, ajo reflekton të ftyrat edhe e vladve. Nëse ti jo shy me halal, edhe vlad kanë me dalë halal. Nëse ti ke punu për atë dhe, e ki dasht atë dheun, e ki bo pun të mira për atë dhe, të në shëtë të mira ti si ki bo për atë dhe për vend tonin, ka me të shpërby Zotit të fëmijët e tu. Kjo është e dëshmuar dhe reflektuar edhe për gjyshave tu në Zoti mëshiroft. Unë e kam pas një gjysh, rahmet i pa shpirti, ka qenë oficer i lartë, ka qenë burr i lartë, i cili ka punu të jetën e vet për atë dhe. Edhe ka ushqy shumë njerëz, ka mjell shumë pemë me durët e veta. Edhe ka bën shumë vepra të mira në jetën e vet, ju ka ndihmuar shumë njerëzve. Por dhe baba, por dhe nana, po ashtu ata kanë punu në sektor të ndryshëm. Mos flasim edhe te nana që është kujdes për fëmijët, e semur në pediatri, edhe bon shkak me shëru shumë fëmijë dhe me shpëtu nga vdekja. Edhe baba që ashtu ka punu të jetën e vet, ka mbjell pemë